Prokuroria e posaçme ka ngritur një mal me akuza për Ergys Agasin, i quajtur tani si koordinatori i krimit, por policia nuk e gjen dot se ku fshihet. Dje pati edhe një akuzë të rëndë nga kreu demokrat Sali Berisha pasi sipas tij, policia nuk lëshon urdhër arrest ndërkombëtar për të. Agasi u shpall në kërkim pas skandalit me Akshin, por jo vetëm që nuk u arrestua, por mori me vete edhe qindra shishe verë me vlerë miliona euro. Rreth një muaj më parë SPAK bëri me dije se dosja e zhdukjes së verës është transferuar nga Prokuroria e Tiranës drejt SPAK, por mësohet se SPAK ka regjistruar 3 vepra penale shtesë për Agasin, duke e bashkuar rastin me dosjen e Akshit. Ai akuzohet edhe për kontraband mallrash për cilat paguhet akcizë, ruajtja ose depozitimi mallrave kontraband dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Shishet e verës u sekuestruan gjatë kontrolleve të kryera nga SPAK në pronat e Agasit, në kohën kur ai u shpall në kërkim bashkë me Ermal Beqirin. Të dy dyshohen si drejtues të një grupi kriminal që sipas hetimeve rrëmbente biznesmen dhe i detyronte të tërhiqeshin nga gara për tendera të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Pas sekuestrimit, sasia e verës ju la në ruajtje një kushëriri të Agasit. Megjithatë, kur autoritetet doganore shkuan një ditë më pas për ta marrë dhe magazinuar, konstatuan se shishet ishin zhdukur. Për këtë rast, kushëriri i Agasit po hetohet nga Prokuroria e Tiranës për veprime që dyshohet se kanë penguar zbardhjen e së vërtetës, pasi nuk ka dhënë shpjegime për vendodhjen e verës së sekuestruar. Sipas aktit të ekspertimit, vlera e verës së gjetur në Qilar arrin rreth 1.4 milion euro. Ekspertët vlerësojnë se nëse shishet do të shiteshin individualisht në treg, vlera e tyre mund të rritej të paktën 2 fish. Ndërkohë SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit kanë nisur edhe verifikime për zbuluar rrethanat që mundsuan zhdukjen e verës së sekuestruar. Hetimi është fokusuar në identifikimin e zyrtarëve që dyshohet se urdhërua largimin e forcave të policisë dhe të hetuesve doganor nga shërbimi i ruajtjes së objektit. Sipas burimeve pranë Byros Kombëtare të Hetimit, po verifikojnë veprimet dhe mosveprimet e zinxhirit drejtues të policisë së shtetit, nga drejtuesit e komisariatit që mbulon zonën ku ndodhet prona e Agasit, deri tek punonjësit e policisë të caktuar për ruajtjen e saj. Hetime me të njëjtin objekt ka nisur edhe për strukturat e doganave për zbuluar nëse është dhënë urdhër për largimin e hetuesve doganor nga shërbimi pranë vilës së Agasit, çka mund të ketë krijuar mundësinë për largimin e verërave të sekuestruara. Po ashtu, nën verifikim janë marrë edhe disa zyrtarë të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore për të parë nëse janë respektuar detyrimet ligjore për hetimin e veprimeve të mundshme të paligjshme të punonjësve të policisë në këtë rast. Në funksion të hetimit, SPAK ka administruar dokumentacionin e plotë të procedurës së kontrollit në pronën e Agasit, përfshirë procesverbalet e sekuestrimit, aktet e vlerësimit financiar, filmimet dhe listën e personave të ngarkuar me ruajtjen e provave materiale. Ndërkohë, lidhur me skandalin e Akshit, SPAK ngriti ndaj tij akuzat konkurrencë të paligjshme përmes dhunës, heqje të paligjshme të lirisë, shkelje të barazisë në tendera, pastrim parash dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Prakimi 8 akuza ndaj tij dhe policia nuk arrin ta gjejë dot. Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri janë shpallur në kërkim ndërkombëtar për akuzat e konkurrencës së paligjshme, përmes heqjes së paligjshme të lirisë dhe pjesëmarrjes në grup kriminal. Sipas hetimeve të SPAK, ata dyshohen se kanë urdhëruar rrëmbimin e biznesmenit Geront Meçe dhe kanë detyruar të tërhiqte ankesat e tij lidhur me tenderat e Akshit. Në këtë dosje, në masën e arrestit në shtëpi, ndodhet ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj dhe ish zëvendës drejtoresha Hava Delibashi, ndërsa ndaj disa biznesmenëve dhe një zyrtar i policie janë vendosur masa më të lehta sigurie. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, pjesë e aleancës hajdutëve të qeverisë, është përfshirë në një aferë tjetër klienteliste, duke futur hajdut edhe në Universitetin Luigi Gurakuqi të Shkodrës. Më 2 prill 2026, nëpërmjet shumicës së votave që ka në bordin e administrimit të Universitetit të Shkodrës, ministria Mirela Kumbaro ka zgjedhur administrator Mark Ndoc Mollën, i dënuar 8 vite burg për vjedhje me vendim gjyqësor të formës së prerë. Madje është vetëm 2 muaj para daljes në pension. Pas ditën e 31 marsit 2026, 2 ditë para votimit, Mirela Kumbaro bëri takim në ministri me 4 anëtarët e bordit të Universitetit të Shkodrës, Emma Kristo, Ermir Repaj, Gent Spahia e Kristian Precetaj, të cilët janë emëruar nga Ministria e Arsimit dhe janë në varësi direkte të ministres. Ajo ju urdhëroi të përgatisnin terrenin dhe të votonin në detyrën e administratorit, hajdutin e pensionistin Mark Molla, personin më të përshtatshëm për të vjedhur fondet shtetërore dhe të ardhurat financiare në Universitetin Shtetëror të Shkodrës. 4 anëtarët e bordit, përfaqësues në Ministrinë e Arsimit, me fuqinë e shumicës së votave, shpërfillën kriterin e dënimit me vendim gjyqësor të formës së prerë për t'i hapur rrugë propozimit, zgjedhjes dhe emërimit të hajdutit Mark Molla, i dënuar 8 vite burg për vjedhje në detyrat e mëparshme. Administratori i universitetit duhej të zgjidhej më 2 mars 2026, por derisa të pastrohej nga kriteret për dënimin e Mark Mollës, ministria Mirela Kumbaro ju urdhëroi 4 anëtarët e bordit përfaqësues të ministrisë
që kanë shumicën të mos paraqiteshin në mbledhjen e bordit në mënyrë që të mos plotësohej kuorumi, ndërsa pas ditën e datës 31 mars, i thjerri në ministri dhe instruktoi e urdhëroi të votonin Mark Mollën në postin e administratorit, fakti dëshmuar nga pikët maksimale që i dhanë atij anëtarët e bordit Ema Kristo, Ermir Repaj, Gens Pahia e Kristian Preçetaj, përfaqësues të ministrisë. Nuk është pa lidhje interesash të forta fakti që ministria Mirela Kumbaro u angazhuar personalisht për ta vendosur Mark Hajdutin në krye të bordit të administrimit të Universitetit të Shkodrës, megjithse sipas ligjit, personat e dënuar penalisht nuk mund të jenë drejtues dhe pjesë e stafeve që administrojnë universitetet publike, sidomos të sektorit financiar, objekt për cilin janë dënuar për vjedhje. Por edhe nëse Kumbaro dhe 4 anëtarët e shumicës së bordit përfaqësues të Ministrisë së Arsimit nuk e dinin që Mark Ndoc Molla ka qenë në burg si Hajdut, në momentin që ky fakt është zbuluar, vërtetuar me dëshmi penaliteti dhe është publikuar, duhet të anulohet emërimi i tij. Sa për kujtes, Mark Molla ka qenë administratori i ujësillësit të Shkodrës në kohën kur bashkinë e drejtonte PD-ja, kohë kur KLSH i zbuloi miliona lek vjedhje nëpërmjet tenderve, kontratave të qiras, falsifikimit të ardhurave nga faturat e ujit dhe punësimeve fiktive. Madje e KLSH kërkoi shkarkimin dhe përjashtimin e tij nga administrata publike, por këto masa penale administrative si Hajdut nuk e ndaluan emërimin e tij në detyrën e administratorit të Universitetit të Shkodrës, sepse përveç lidhjeve të tjera kriminale, ai braktisi i PD-n dhe bashkë me dy djemt Emiliano e Cristiano Molla dhe shokët e tyre bandit, mblodhi vota për PS-n me lekë e presione. Rasti i çiftit Amantja Xhafaj dhe Dition Baboçi. Vajza dhe dhëndri ish ministrit e deputetit Fatmir Xhafaj është dëshmi e faktit që pasuritë shtetërore po grabiten e tjetërsohen në pasuri private nëpërmjet koncesionesh klienteliste të firmosura nga kryeministri Edi Rama. Informacioni i ardhur në pamfleti zbulon se vajza dhe dhëndri Fatmir Xhafajt 2 javë më parë kanë regjistruar në emër të kompanisë Dion Energy në kadastër si përfaqëm 50.000 m2 tokë bregdetare në fshatin Gryk Topoj tek zona e plazhit të Semanit në Fier. Kompania Dion Energy SHPK është 50% në pronësi të vajzës dhe dhëndrit të Fatmir Xhafajt dhe 50% në pronësi të ndërtuesit Artan Sako, vëllait të ish-kryegardistit Gramoz Sako. Aktualisht kryebashkiakit e Pelenës, të cilët kanë ndërtuar pallatin e Linda Ramës dhe kanë marrë rreth 170 milion euro tender në rreth 13 vite të pushtetit të Edi Ramës. Nëpërmjet Dion Energy SHPK, çifti Amantja Xhafaj dhe Dition Baboçi dhe ortaku i tyre Artan Sako kanë marrë koncesionin për investimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e parkut fotovoltaik në Topoj të Fierit, që ndodhet në bregdetin e plazhit të Semanit. Sipas projektit, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit ka përcaktuar 35.245 m2 për ndërtimin e parkut fotovoltaik të familjeve ortake Xhafaj Sako, por kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi u ka dhënë 50.000 m2 vendim të cilin e mban të fshet. Këtë sipërfaqe buzdetit në Seman, ata e kanë marrë në përdorim me kontratë emfiteoze për 10 vite, por e kanë regjistruar në kadastër si pasuri në pronësi të tyre, kur ajo është pasuri shtetërore në administrim nga Bashkia e Fierit. Nuk është e vështirë të kuptohet cilët drejtues institucionesh e me çfarë urdhëri sipër tyre kanë favorizuar vajzën dhe dhëndrin e Fatmir Xhafajt dhe ndërtuesin Artan Sako të regjistrojnë në pronësi të tyre 50.000 m2 tokë shtetërore dhënë në përdorim për biznes energjie fotovoltaike. Nuk është vështirë të kuptohet gjithashtu që nga 35.245 m2 tokë caktuar për projektin e parkut fotovoltaik, kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi u ka dhënë 14.755 m2 tokë më tepër në bregdetin e Semanit në Fier, troç për të ndërtuar vila e pallate plazhi. Skandali i rënd është fakti që kryeministri Edi Rama lejen e ndërtimit e ka dhënë në datën 25 shtator 2024 me vendim numër 55. Por pas një viti më 25 shtator 2025, ka nxjerrë një vendim tjetër me numër 65 për miratim të lejes me kusht, pa vendosur asnjë kusht. Më 6 prill 2023, rreth 30 muaj para dhënies së lejes së ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit, ortakët Xhafaj e Sako kanë nënshkruar me drejtorinë e koncesioneve në Ministrinë e Infrastrukturës e Energjisë kontratën për ndërtimin e parkut fotovoltaik. Mbi 3 vite para lejes së ndërtimit, konkretisht më 28 qershor 2022 kanë nënshkruar marrëveshje numër 6359 fraksion 2 me OSSH për linjën e furnizimit me energji elektrike të zonës së parkut fotovoltaik. Me vendim ndikimi në mjedis të datës 13 nëntor 2024, rreth një vit para daljes së lejes, Agjencia Kombëtare e Mjedisit i pajisi me leje mjedisore për ndërtimin e parkut fotovoltaik në Bregdet, me raportin sikur nuk dëmton mjedisin. Kështu veprohet kur përfituesit e koncesioneve janë familjarë klientë afërt të kupolës së pushtetit. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit për korporatën e investimeve shqiptare zbulon një panoramë të rëndë të funksionimit të këtij institucioni.
i cili duhet ishte një motor zhvillimi për ekonominë dhe pronën shtetërore, por që në realitet ka prodhuar humbje, ka funksionuar pa strategji dhe ka shpenzuar fonde publike pa rezultate konkrete. Në drejtimin e Elira Kokonës, korporata ka regjistruar humbje progresive për 3 vite me radhë. Nga viti 2021 deri në vitin 2023, bilanci negativ arrin në rreth 139.6 milion lek. Humbjet janë thelluar çdo vit, nga rreth 19.4 milion lek në 2021-shin, në 69 milion në 2022-shin dhe 88.5 milion lek në 2023-shin. Sipas auditimit, kjo lidhet drejt për drejt me faktin se korporata nuk ka gjeneruar asnjë të ardhur nga projektet e saj të investimeve, ndërkohë që të ardhurat mungojnë, shpenzimet kanë qenë të konsiderueshme. Në vitin 2022, rreth 72% e shpenzimeve kanë shkuar për paga dhe shpërblime, ndërsa në 2023-shin kjo shifër arrin deri në 80%. Pra fondet publike janë përdorur kryesisht për të mbajtur në funksion strukturën administrative dhe drejtuesit e institucionit, jo për të krijuar zhvillim ekonomik. Raporti thekson se drejtuesit e korporatës nuk kanë marrë masa konkrete për të analizuar përkeqësimin e situatës financiare. Nuk ka pasur një plan strategjik afatmesëm, as plane vjetore të qarta për gjenerimin e të ardhurave. Në praktik, institucioni ka funksionuar duke u mbështetur tek fondet e buxhetit të shtetit, pa ndërtuar një model vetëqëndrueshmërie. Një tjetër shqetësim madhor lidhet me mënyrën se si korporata operon mbi pronat shtetërore. Sipas auditimit, ajo ka kompetenca shumë të gjera, nga dhënia me qira tek shitja apo përdorimi si kolateral, por pa mekanizma të fortë kontrolli dhe monitorimi. Kjo krijon risk të lartë për keq menaxhim dhe për përdorimin jo efektiv të aseteve publike. Problemet bëhen edhe më të theksuara kur analizohen projektet. Sipas raportit, korporata nuk ka pasur manuale, metodologji apo kritere të standardizuara për hartimin dhe përzgjedhjen e tyre. Projektet janë ndërtuar mbi ide të përgjithshme, pa analiza të detajuara të kostove, përfitimeve dhe riskjeve. Për vitet 2022 dhe 2023 janë hartuar disa projekte të mëdha si parqet fotovoltaike, rivitalizimi i Pashalimanit Teknopark Tirana apo zhvillimi i zonave turistike si Divjaka dhe Syri i Kaltër, por sipas KLSH-s, për këto projekte janë paraqitur vetëm informacione të përgjithshme, pa studime të plota fizibiliteti dhe pa plane konkrete zbatimi. Madje në disa raste janë shpenzuar para publike për ekspert të jashtëm dhe studime paraprake, pa u siguruar më parë që pronat shtetërore ku do të zhvilloheshin projektet ishin në administrimin e korporatës. Kjo do të thotë se fondet janë përdorur për projekte që nuk kishin as bazën ligjore dhe as kontrollin mbi asetet. Deri në fund të periudhës së auditimit, asnjë prej këtyre projekteve nuk ka kaluar në fazën e zhvillimit, asnjë nuk është përfshirë në planin e vitit 2024. Pra, pas disa vitesh pune, pagesash dhe angazhimi i burimesh, rezultati është zero investime konkrete. Një tjetër gjetje e rëndë lidhet me një hua prej 2 miliard lekësh që korporata ka dhënë për një shoqëri tjetër shtetërore. Sipas auditimit, kjo nuk parashikohet në ligjin për krijimin e saj dhe përbën një risk serioz financiar, sidomos për një institucion që vetë rezulton me humbje. Problemet nuk ndalen këtu. Raporti evidenton mungesë të thellë të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Nuk ka strategji për menaxhimin e riskut, nuk ka manuale procedurash, nuk ka regjistër risku dhe mungon transparenca në raportim. Madje faqja zyrtare e institucionit nuk ofron informacion të plot mbi aktivitetin dhe planet e tij, edhe në nivel administrativ. Ka mangësi serioze. Dokumentacioni për projektet është i paplot, shpesh i pakontrolluar dhe në disa raste vetëm në gjuhë të huaj. Nuk ka gjurmë të qarta auditimi për vendimarrjen, çka e bën të vështirë të kuptohet se si janë marrë vendimet dhe mbi çfarë baze. Problematike paraqitet edhe funksionimi i organeve drejtuese. Këshilli mbikëqyrës ka pasur mungesa në përbërje dhe nuk ka funksionuar gjithmonë sipas statutit, ndërsa bordi këshillimor megjithse i parashikuar për një kohë të gjatë nuk ka funksionuar, edhe pse anëtarët e tij janë paguar. Në tërësi, raporti i KLSH përshkruan një institucion që ka devijuar nga misioni i tij themelor, në vend që të ishte një instrument për zhvillimin e pronës shtetërore dhe gjenerimin e të ardhurave, korporata është kthyer në një strukturë që konsumon fonde publike pa prodhuar rezultate. Dhe ky është përfundimi më i fortë i auditimit. Një institucion i krijuar për eficiencë ekonomike që në praktik ka funksionuar si një mekanizëm shpenzimesh me projekte të nisura e të praktisura, me vendimarrje të paqarta dhe me një barrë në rritje për buxhetin e shtetit. Ligji numër 9049 datë 10 prill 2003 detyron një kategori funksionarësh publik të zgjedhur e të emëruar që pas emërimit gjatë ushtrimit të detyrave shtetërore e pas largimit të deklarojnë të ardhurat dhe pasuritë e tyre të familjarëve e personave të lidhur me ta, por pas nisjes së zbatimit të ligjit, ministri i Jashtëm Ferit Hoxha ka deklaruar vetëm të ardhurat zyrtare për vitin 2013 kur ishte ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York, ndërsa gjatë 21 viteve drejtues në shërbimin diplomatik Ferit Hoxha nuk ka bërë asnjë deklarim të ardhurave, shpenzimeve e pasurive, e i toleruar nga
gjithë drejtuesit e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive në vitet 2004-2026. Edhe për vitin 2013, kur ishte ambasador në OKB, Ferit Hoxha ka deklaruar vetëm të ardhurat nga paga e tij dhe paga e bashkëshortes si mësuese, pa deklaruar emrin e saj dhe pa treguar në cilin shtet, qytet e institucion arsimor ka punuar, megjithëse sipas ligjit duhet t'i japë të dhënat të detajuara. Ai nuk ka deklaruar përbërjen familjare, nuk ka deklaruar asnjë lloj pasurie, madje as shtëpi banimi në pronësi apo me qira në Shqipëri në shtetet ku ka qenë ambasador, por as të ardhurat të tjera, asnjë qindark, shpenzim, as dietat e honoraret që ka marrë. Nuk ka deklaruar për vitet 2003-2006, kur ishte ambasadori i Shqipërisë në Francë dhe e akredituar ambasadori jo rezident në Portugali e Monaco. Nuk ka deklaruar për vitet 2006-2009, kur ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë pushtetit të PD-s, kohë kur hartoi dosjen për t'i dhuruar Greqisë pjesë të hapësirës detare të Shqipërisë. Nuk ka deklaruar për vitet 2009-2015, kur ishte përsëri ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Shqipërisë pranë OKB-s në New York. Nuk ka deklaruar për periudhën nëntor 2015-mars 2018, kur ishte drejtori i përgjithshëm për çështjet politike dhe strategjike në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme. Nuk ka deklaruar për periudhën prill 2018-tetor 2021, kur ishte ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Shqipërisë pranë UNESCO-s në Paris. Nuk ka deklaruar për periudhën shtator 2021-shkurt 2024, kur ishte përsëri ambasador pranë OKB-s në New York. Nuk ka deklaruar për periudhën mars 2024-mars 2026, kur ishte ambasador i Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian. Megjithëse në çdo detyrë kishte detyrimin ligjor për të bërë deklarim pasuror pas emërimit dhe për çdo vit gjatë ushtrimit të detyrave pas transferimit. Nuk kemi informacion nëse Ferit Hoxha ka bërë apo jo deklarim pasuror pas emërimit ministër për Europën dhe Punët e Jashtme. Por sipas ligjit antimafia, SPAK duhet hetoj pasuritë e ministrit Ferit Hoxha për shkak të procedimit penal që po i bëhet vllait të tij Gzim Hoxha si pjesë e grupit të strukturuar kriminal të Ergys Sagasit.